është trajtuar. Po thuaj ai Dorana? Nuk kam dëgjuar në Lumin Abdixhikun të përdorë një fjalor siç e ka përdorur për themi kujtim shalë të tjerë ndaj jush. Më fal, kujtim shalë është në kryetari i partisë. Nuk është njeriu më me peshë. Ka qenë gjatë, zëdavens kryeministri. Edhe është një për njerëzve më me ndikim. Është një për vendimarrësme, nuk mund është mja shononën kryeministrit Kosovës, edhe tani me thonë, jo, më falë se... Ose më falë, nuk ka kërku falje kur. Se e reduktove këtë qeverisë në ashtë më deri në zgjedhjen e presidentës, apo mendon se vetëvendosja është e sigurt që nuk e voton më Vjosa Osmanin? Veçë s'ka shkurt deshta... Se më mashtron pyetjes se si jap Se zoti Bajqinov se s'di nëse është i kënaqur me punën e presidentës dhe nëse do ta votonte. Veç shkurt deshta gjë dhe diçka. Pastaj vendime politike që do të merren momentin e duhur. Ora çka thotë? Nuk di se si do të isha përgjigjur këto. Deputet. Pikë pare, besoj që ju e dini, po edhe duhet ta dini edhe të tjerët. Mrena vetë vendosës, edhe ministrat, edhe deputet për antarësia. Rival politik nuk e shohin zoti Kurti që shesheni jo. Ai nuk është lideri tyre, është lideri juj. Dhe zoti Kurti së imponon emra edhe partive nga komunitetet, për shembull, me preferencat e tij, siç është Emilia Rexhepi, ai Elbert Krasniqi, sa edhe kanë dalë probleme, që në të kalumën s'kanë qenë probleme. Po edhe emra të subjektit ti për të imponu opozitës, po edhe emra nga opozita për të imponu opozitës që të servoj ati. A i duhet silët si lideri partisë vetëm të vetës, deri sa të bëhet kryeminist. Kur bëhet kryeminist, është kryeministri i gjellëve. Dhe duhet luaj në kuadër të këtyre margjinave, do të thotë a priori. Tash, ju nëse e sheni do me thonë si lider të gjellëve, ose si lider suprem, është perceptimi ju i gabum, jo i të tjerve. Apo të regani nga thësi në negociata. Po në qka s'kanë tregute për 4 vite më në shpak. Sepse me mirë për një vot, mos më bo ku vendi, sinqeresht është... Kështu për minoritetet s'pare, jo sërbë. Edhe ju e njeni këtë punë. E para, kur nuk ka ndodhë në histori të parlamentarizmit Kosovë 20 vjetë, e fundit që minoritetet në blok të ndahën. Po kjo ka ndodhë... Nëse ti thu zbën ti po kë... Ja, nuk është ashtë, nuk është. Ja, s'po du me përmen se e përmeni kolegu im që i është ofruar çdo deputeti. Po është mirë me sqaru. është negociuar dhe gjithçka ka shku mirë, por në fund partitë opozitare ka ndërhy e Qebesa ka pas probleme edhe në fund është nda grupi i minoriteteve sërbe, që nuk ka ndodhur në histori. Duke u drejtuar të këto, sigurisht dhe të pazarin edhe ju. Po tash, une po e flasë kolegu im, Arbe Regja e përmeni për një deputet që nuk du ta përmeni sepse ka reagu. Aty, nuk është çështje ndarës parimore, po tentimi për të polarizuar. Atëherë nuk kanë mujtë zgjidhen gjithë ministra. As minoritetet nuk janë zgjidhur, gjithmonë kanë qenë 3 ministra. Mirë, po polarizimi ndodhi në politik. Problemi është që nuk du asgjë, sepse nuk du të vi me ju. Shumë në rregull. Po tash nuk e qysh kanë rregull të njëjtit për 20 vjet nuk kanë kundërshtu asnjëherë. Kush e ka bërë polarizimin tregoni në emra se janë skovet zonja Bale ka pre rrugë komplet polarizimi zoti Albinat Maloku me minoritete. E mbollët. Cili polarizim me minoritetet e sërbe? Për çka? Për kur gjë s'ka pas asnjëherë kur asnjë problem me minoritetet e sërbe 4 vjet kanë punu me tankuve. Shumë e drejtë, ata si deputet kanë qenë rregullisht. Edhe tash ndoshta këta do të jenë ministra, njëri prej tyre i cili është deputet. A bën jo do për për mandatin mandatin në një parti opozitare, e tjetri të dalë. Deputet, a bën jo do mandatin gjys. Në gjys mandatin me lënë janë ministër, në gjys Jo, janë. nuk ka problem edhe për këtë çështje. Jo, s'ka nevojë, po s'podojnë. Çështja është që deklaron që nuk po e dua edhe me mandat. Jo. Ama për një vot mos më konsultu. Pajtona, por apo kupton, në kohën kur kanë qenë këto parti opozitare, këta në blok kanë shku atje.